Skenari është I njëjti, ashtu si edhe rezultati. Nuk kemi quorum. Pa sukses u shënua edhe takimi 26 I deputetëve për ta konstituar kuvendin. Gjithë këto tentime boshe u bën tepër për partinë e dytë e atë të tretë. Sot pat përpjekje dhe fatkeqësisht u kurdis seanca për të akomoduar nevojat e deputetëve e nuk po arrin që të bëj marrëveshje për të mirën e qytetarit, për keqardhje. Kërkoj ndjesë. Kurti, ai nuk dëshiron që ta jep ekzekutivin, t'i dorëzoj kompetencat e veta. Dhe kjo është problem shumë I madh, kur udhëhiqesh nga një njeri që nuk dëshiron t'i nënshtrohet as kushtetutës dhe as ligjeve në fuqi. Megjithatë, dikush është optimist se një zgjidhje mund të bëhet. Nga dalë po ofrohet koha dhe besoj shumë shpejt Kosova do të ketë institucionet e veta, shpresoj. Anise vetë thotë se janë të pakrahasueshme si situata. Deputeti vetëvendosës e lidh refuzimin e tashëm me aprovimet e dikurshme që bën subjekte tjera. Ne kemi bloku duke po me ndol gjykatën speciale, duke këshur me ndol zajednicën. Këta kanë bloku për Albulenën. Të njëjtit që kanë pos vot për zajednicën nuk kanë për Albulenën. Këtëherë, ligjvënësit u ndanë për kohë më të shkurt nga njëri tjetri, me që do shihen më shpejt, anise partia e parë propozoi që as të ajntën e as të premten të mos takohen. Ishte edhe kërkesë që të shtyhet, ndoshta jo të premte po të shtunën, ne nuk e pranuam sepse e thotë qartë kushtetuesja që brenda 48 orëve duhet të mbledhemi në seanca deri në konstituimin e konvendit. Vazhdimi I seancës pas 24 orësh u caktua për të evituar mbledhjen në ditën e Bajramit.